Parkinsoni është gjenetike apo shkaktohet? Njëjtë, si smundje tjera të demencës, edhe Parkinsoni është një smundje e cila nuk është gjenetike, mirë po, por kthehem prap. Nëse në një familje ka pas shumë anëtar të familjes me smundjet Parkinsonit, atëherë mundësia e paraqitjes së smundjes Parkinsonit te pasardhësit është më e madhe se sa te ajo familje ku nuk ka pas anëtar me smundjet Parkinsonit. A është Parkinsoni smundje që i prek vetëm të moshuarit apo edhe të rinjit? Jo, edhe të rinjit, po shumë rrallë. Për fat mirë shumë rrallë. Edhe mund të them lirisht që të pacientët të cilët i kanë pasur mosha sa më të reja që i prek është më agresiv. Më agresiv? Është më agresiv Parkinsoni kur i prek moshat e reja, kurse në moshat e vjetra shpeshherë nuk është smundje që shërohet, kjo një sigurisht smundja Alzheimerit, më aq mirë mjekohet sa që nganjëherë kur vjen një pacient që s'e kanë pa kohë gjatë nuk e di që ka Parkinsonin. Menaxhohet lehtë, me terapi normal. Nëse përdor medikamentet me rregull, menaxhohet mirë, jeton me pak pengesa jeton jetën.